Unë e kam mbështetur më së shumti këtë tur dëgjesha që e bëri me njerëzit. Pavarësisht eksperiencës time si politik, si diplomat nga Tirana, Vjosa ka patur nevojë të dëgjoj njerëzit e vet, njerëzit që e kanë mbështetur, e kanë dashur dhe suportuar gjithkohës. Kështu që e mbështet shumë, e kam përkrahur shumë në këtë tur. Nuk është momenti këshilltarëve. Sigurisht konsultohemi dhe në bazë të eksperiencave të mia në këtë rast personalisht, por po e them këtu fare hapur pa rezervë te ju, sepse kam plan t'ja them, ose pak e kam thënë, po do t'ja them në momentin e duhur kur të më pyeset e Vjosës. Sugjerimi im, dhe unë në rast se do të pyeste mua personalisht, sugjerimi im do të ishte të kthej në një ribashkim. Unë do doja një ribashkim të djathtës në Kosovë, të rrugovizëve në Kosovë, dhe shtëpia më e mirë do të ishte LDK. Ky është mendimi im personal. Sigurisht, para se të marr vlerësimin dhe mendimin tim personal, Vjosa duhet vi me gjitha të feedback njerëzish, të cilin po e konsulton që prej një muaji derë në derë dhe shtëpi në shtëpi. Dhe në rast se këto dyja përputhen, do të jetë gjëja më e mirë absolutisht. Në rast se Vjosa do të mendojë ndryshe apo ka feedback tjetër, atëherë do ta respektoj dhe mbështes si bashkëpunëtor i saj. Por nominalisht për mua, Kreshnik Çollaku, unë do të isha shumë favor të bashkimit dhe reformatimit të po doni edhe një rithemelimi, po doni edhe një rilindje, po doni edhe një momentumi për LDK-n dhe për djathtën, sepse besoj që Kosovës gjatë gjithë këtyre viteve çfarë i ka munguar më shumti ka qenë ajo fryma rrugoviste e përgjegjësisë lartë karshi shtetit, sakrificës të lartë karshi të tërës. Vjosa është një rrugoviste në filozofinë e saj politike dhe mendoj që do të vlente çdo mundim. Sigurisht ndarjet, bashkimet kanë ato kostot e veta dhe problematikat, por mendoj që çdo sakrificë do të ishte e vlefshme që të rikthej një LDK në atë hijen e fortë të filozofisë së Ibrahim Rogovës. Dhe besoj që Vjosa ka kapacitetin ta bëjë këtë kontribut.